Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra, kudo që jeni, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se ardhët takimin e radhës. Jemi edhe më tej duke folur për komentin e haditheve të Sahih Bukhariut. Jemi në kapitullin e imanit. Respektivisht tek hadithi 40, ku Imam Bukhariu e titullon një nën kapitull e habbu dini ila Allahi adwamu. Feja më e dashur te Allahu është ajo që është në vazhdimshmëri. Pastaj tek hadithin e Aishës radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha wa indaha imra'atun. Ka hyrë pejgamberi alayhi salatu wassalam një herë tek Aisha, te gruaja vet. Wa indaha imra'atun, dhe tek ajo kishte qenë një grua. Faqal man hadhihi, e pejgamberi pyeti, kush është kjo? Faqalet fulanatun tadhkuru min salatiha. Aisha tha filanja. Edhe filloi t'ja përmendi disa punë të mira ndërto namazin e saj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndërhyri dhe tha ndalu, mjaft. Aleikum bima tutiqun. Veprani, punoni aq sa mundeni. Fa wallahi la yamillu Allahu hatta tamullu. Fëvallahi la yamillu Allahu hatta tamallu. Sepse pash Allahun, Allahu nuk dëshpërohet derisa ju të dëshpëroheni. Wa kana habbu ad-dini ilayhi ma dawama alayhi sahibuhu. E feja më e dashur ka qenë tek pejgamberi alayhi salam ajo që ai njeriu atë punë e bën në vazhdimshmëri. Pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam se njës më i mirë i fesë, se edukatori më i mirë, i kujdesshëm, skajshmërisht për neve muslimanët, që ta mësojmë dinin siç duhet, ta praktikojmë siç duhet, ta marrim me lehtësim, mos ta vështirësojmë vetveten tonë. Kështu që ai bekuar alayhi salatu wassalam për metodë të cilën e ka përdorur dhe që i ka nxitur ummetin të veprojnë me të, është edhe këshilla e tij, urdhri i tij, që robi të punoj në vazhdimshmëri punë të hajrit. Qoftë ajo punë edhe pakt, ama në vazhdim. Në anën tjetër, na ka tërheq vërejtjen që mos ta rëndojmë veten tonë shumë. O fjala e madhërimi ibadete. Mos ta rëndojmë veten tonë shumë, sepse mund të na kaploj dëshprimi, runa zot, e që bie më kthyn të kundërtën. Sepse nëse robën e kaplon dëshprimi, dëshpërohet, i bëhet monoton, lodhet, pe ati adhurimi ibadeti, atëherë dhe Allahu dëshpërohet prej tina dhe çfarë dodhi, o lodh, o mundua, por në fund e humbi sevapin. Këtë mësimiri, këtë rregull të përgjithshëm ta quaj, mësimiri shpjegon hadithi Aishës këtu në Bukhari, po edhe në Muslim është hadithi. Ku Aisha tregon radhiyallahu anha se një herë pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam erdhi tek ajo. Erdhi në shtëpinë e saj, në dhomën e saj. Dhe aty kishte qenë një grua. Dhe pejgamberi po e pyet,
oja Aisha, kush është kjo grua? Aisha i tha, kjo është filanja, e pastaj filloi të lavdroj atë. Kjo është kështu, kjo bën këtë vepër, bën këtë vepër, derisa e ceku edhe namazin e sajna. Kjo falet kaq gjatë, kështu me radhë. E natyrisht namazi është vepra më e madhe, më e dashur që mund ta bëjë robi. Një vlerësim i tillë e Aishës në kontekst pozitiv, madje maksimal, për atë grua nuk i pëlqeu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për atë dhe ndërpreu dhe tha, nalo, ndaloj Aisha. Edhe më një herë, hyrin temë dhe tha, alejkum ma të tikun. Bëni veprat mira, adhurojeni Zotin, ma të tikun sa mundeni. Sa mundeni. Fa wallahi, la yemillu Allahu hatta tamallu. Allahu nuk dëshpërohet, nuk hjek dorë prej jush, derisa ju të heqni dorë për vetvetes tuaj. Respektivisht, desa ta lëni atë vepër. E që deshti m'ia dhënë një këshill Aishës dhe nëpërmjet saj krejt ummetit, se nuk është lavdat, nuk është privilegj, që njeriu të rëndoj vetën shumë në din, sigur që grua këto, e cila se duket e ka rënduar vetën shumë me namaz, nuk është privilegje madhe, nuk është lavdat e madhe që ja vlen më lavdru. E qysh nuk është lavdat kur është namaz? Po, ama ngarkesa e rand, jo namaz si namaz, por koha e gjatë, kalimi të natës namaz, ose pjesën absolute të natës, nuk është meselja një natë. Një natë, letë me adhuru Allahun, por vazhdim, dhe punë e rëndën robin, e kur rëndën robin, robin mundet me u dëshpru. Me momentin që dëshpërohet robi, hjek dorë për asaj vepre, për ati ibadeti, dhe kur dëshpërohet ai, dëshpërohet Allahun, kuptim figurativ. Kë hjek dorë, apo kja e lën atë vepër, edhe Allahu largohet për ti respektivisht në ka shkruar sevap, edhe humbi sevapin pas një mundit madh që e bani. E halli zgjedhja është që shëcek pejgamberin e vazhdim, sallallahu alaihi wasallam. Për ata Aisha radiallahu anha tregon për pejgamberin se ka qenë vetë i bekuar gjatë jetës së tij në adhurimin e ibadete, wa kana habba ad-din ilayhi ma dawama alayhi sahibuhu. Puna më e dashur që ka qenë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është aja që ndokush që ka punu një punë të mirë me vazhdu. Këte ka dash pejgamberi dhe këte ka vepruar edhe vetë. Ani pse vetë ai ka njëre ka rëndu vetën pa është pejgamber. Por ai për neve ka një tretman tjetër, sepse ne nuk e kena sabrën durimin e tina, alayhi salatu wassalam. Andaj ky i bekuar, që për të është edhe në praktik, dini me i dashur të ka i ka qenë, a i din, e që ka për qëllim a i vepër, të cilën ka bërë robi veprat mira, por në vazhdim shmëri. Si fjala vije, në vend se të falë një herën javë, 10 recate namaz nate, dhe më një javë mos të falë. Me mirë është për çdo natë ka 2 recate, sa një natë 10 recate, apo 20 recate, dhe një javë dhe ditë, asnjë natë, mos me falë asgjë. Ose, ma mirë me lexu për çdo ditë nga pak Kur'an, sa me lexu një ditë tan ditën, apo një natë tan natën,
dhe më mos me lezu me javë. Kështu që punët e mira, sa do të vogla qofshin, nëse vazhdojnë ato, e kanë peshen e vetë madhe të madhi Allah. Pra Allahu e dënë një vepër për një robi e cila bëhet në vazhdon me ba qoftë edhe pakt. Për shembull, çdo javë xhamon e jap nga një erë sadaka, pa një franga dollar për çdo javë nga një. Shkon xhamo e jap një sadaka. E ka shprehia. Ka pak ama në vazhdim. Këtë e dën Islami. Dhe subhanallahu nga ana psikologjike, kjo vepër e pakt por e vazhdueshme kur nuk i bëhet monoton robit. Si neve 5 kohë namaz la të falim ne muslimanët. Ka muslimanë në botë që thotë më kanë bërë monoton çdo namaze, ai mundet me la namaze që ndodh tek shumë musliman, po jo për këtë arsye. Po dembele mënot mystifikuar e angazhuare, imani ka dopsu, por jo se pengarkojnë, përëndojnë. Ama jenë të vazhdueshme, jenë 17 recate në ditje farz, por jenë të vazhdueshme. E Allahu nuk na ka obligu ma shumë, në mënyrë që mos me rëndu robin, po ashtu të agjerimi. Allah na ka obliguar një muaj det, Ramazan, por jo 3 muaj. Sepse një muaj i agjerojmë dhe knaqemi, dhe shumë me qef, e 2 muaj e 3 ndoshta i shumë dëshpëru, dhe çka ndodhi hupëm se vapin. Andaj me mirë në vetë një muaj, për çdo vit nga një muaj me agjeru, sa një herë me agjeru 3 muaj, e tani më dëshpëru krejt, Allahu na ruaj. Edhe kështu me radhë. Pra, pejgamberi alayhi salatu wassalam, pas tjerash, që se ke dhe hajsha këto, wa kana habbe dini lejhi, ma davama lejhi sahibuhu, edhe feja më dashur të ka i ka qenë të pejgamberi, ajo vepër, feja ka për qëllim veprën, që pronari sajna e bën në vazhdimshmëri, pra fejnë e ka cek, veprën ka cek në emën të fejës, dhe apo e ka cek fjallën shprehjen fe, e ka pas për qëllim amelin veprën e mirë që në bën robi, zëtën dhe për këtë çka ka cekur Imam Buhariu këtë hadith, në këtë vend këto për të treguar se Islami dhe imani është amel, është vepër, është besim, po është vepër, është punë, është amel. Allahu na bëj për atyre që punojnë, punë të hajrit në vazhdimshmëri, qoftë edhe pak. Allahu e din më së miri dhe deri në takim në radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صحيح البخاري